Në orët e para të mëngjesit të kësaj të enjteje, punonësit e mirëmbajtjes së rrugëve kanë bërë një zbulim tronditës gjatë punës së tyre të përditshme. Ata kanë hasur trupin e pajet të një personi në afërsi të trafikndarësve, pikërisht në kryqëzimin ku rruga e Kombit ndahet me segmentin që të çon drejt Lezhës. Menjëherë pas konstatimit, është njoftuar policia, e cila ka mbërritur me shpejtësi në vend ngjarje dhe ka nisur hetimet për zbardhjen e rrethanave të kësaj ngjarjeje. Sipas informacioneve paraprake, ekziston dyshimi se viktima ka humbur jetën si pasojë e një aksidenti rrugor, ndonse shkaqet e sakta do të përcaktohen pas kryerjes së autopsisë. Në një deklaratë për mediat, policia bëri me dije, rreth orës 08:50 në trafikndarësen e autostradës Milot Thuman, në zonën e fshatit Shullaz, është gjetur një trup i dekompozuar. Nga verifikimet e para, dyshohet se i përket shtetasit e 49 vjeç, banues në Laç. Gjithashtu, paraprakisht mendohet se ky person ka humbur jetën disa muaj më parë si pasojë e një aksidenti rrugor.